Lezhë përkujtoi 582 vjetorin e beslidhjes së princave shqiptar për të luftuar kundër regjimit otoman. Kjo datë historike bëri bashk autoritete nga të gjitha trevat shqipfolse, së bashku me një delegacion të gjerë arbëreshësh të Italisë. Veprimtarit nisën me vendosjen e kurorave me lule dhe homazheve pranë obeliskut të beslidhjes. Më pas të pranishmit vijuan me ecjen simbolike në gjurmët të historisë drejt sheshit Gjergj Kastrioti, në nderim të vizionit që lindi në këtë qytet. Duke u referuar 2 marsit të vitit 1444, kryetari i Bashkisë Lezhë Piri Ndreu tha se kjo ngjarje historike është një mesazh dhe reflektim për të mos u përçarë me njëri tjetrin. Të përulemi me nderim dhe respekt para kujtimit dhe veprës së Gjergj Kastriotit dhe prizëve shqiptare, që për te interesa vetjake vun kombin detyrën e shenjtë të mbrojtjes së tij nga pushtuesit otoman. Kuvendi i Lezhës na mëson se momente vendimtare duhen qartësi dhe guxim, vendime të drejta, prioritete të qarta dhe bashkëpunim real. Sot Lezhë nuk është vetëm qyteti i Dymarsit, është qyteti i energjisë së re, i sipërmarrjes, i turizmit që po rritet, i bujqësisë që po zhvillohet, i agroturizmit më të mirë në rajon, i të rinjve që duan të kontribuojnë. Aktiviteti në nderim të beslidhjes së Lezhës u përshëndet edhe nga përfaqësues të qeverisë shqiptare dhe autoritetet të Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës. Sot përngjan situata me atë që dikur të ndarë në Principata, sot si pasojë e disa konferencave ndërkombëtare na kanë ndarë në disa shtete përreth. Për atë arsye mendoj që udhëheqësitë përkatëse do duhet të bëjnë një beslidhje të re për të mund që të përgjigjen kohës e cila po na pret për të ardhmen. Bashkimi nuk ishte imponuar. Ishte zgjedhje e ndërgjegjshme. Ishte vetë shtetëformimi në embrion. E ky është thelbi i atij 2 marsit të largët. Bashkimi nuk ndodh vetvetiu, ai ndërtohet me vendim. Institucionet tona në Shqipëri e në Kosovë nuk e humbin identitetin duke bashkëpunuar, e forcojnë atë. Koordinimi është forcë strukturore. Beslidhja e Lezhës ishte më shumë se një aleancë politiko-ushtarake. Ishte një akt i lartë përgjithësie kombëtare. Ishte momenti kur interesi i Shqipërisë u vendos mbi interesin personal dhe mbi ambicjet e çastit. Ky është mesazhi që na flet edhe sot. Sfidat tona sot janë tjera. Sot nuk na kërkohet të luftojmë me shpata, si 582 vjet më parë, por me reforma të thella, me ekonomi konkurruese dhe me institucionet forta e të besueshme. Veprimtarit në përkujtim të 581 vjetorit të beslidhjes së Lezhës vijuan në sheshin Gjergj Kastrioti, ku të pranishmit vizituan panairin e artizanatit dhe u mbajt një koncert muzikoro letrar në nderim të figurës së Gjergj Kastriotit.